Kreu i lëvizjes vetëvendosja Albin Kurti i ka dërguar një letër kreut të LTK-s Lumir Abdigjiku për t'u takuar në ditën në vijim për konsultime para konstituimit të kuvendit dhe procesit të zgjedhjes së qeverisë. Lidhur me këtë, analisti politik Arbenor Sadiku në një prononcim thotë se vetëvendosje ka ngecur te pakicat dhe nisma lidhur me ndarjen e pushtetit. E para, duhet të konstatohet se lëvizja vetëvendosje ka pasur pajtim parimor me pakicat edhe nismën dhe i kanë pasur 62 apo 63 vota, por kur kanë ardhur në hapin e dytë të ndarjes së tortës qeveritare, janë prishur matematikat, sepse nisma dhe pakica do t'i merrnin gjysmën e ministrive dhe kryetarin e kuvendit, dhe prapës do të zgjedhej presidenti dhe qeveria do të ishte një vjeçare. Sadiku më tej shton se ka informacione se Konjufca e Peci kanë qenë kundër një qeverie me pakicat dhe i kanë sugjeruar Kurtit që të diskutojë një qeveri me LDK-n. Së dyti ka ardhur deri te kërkesa për një qeveri më të madhe me LDK-n, fillimisht sepse unë kam informata se kundër qeverisë së pakicës në lëvizjen vetëvendosje janë zoti Konjufca dhe zoti Peci dhe i kanë sugjeruar Kurtit që të bëhet një qeveri me LDK-n, kur për brenda kësaj zgjidhje është presidenti, si dhe ndarja e tortës qeveritare, thekson ai, por sipas tij mund të përjashtohet as PDK-ja për një ofertë nëse LDK-ja kthen përgjigje negative ndaj lëvizjes vetëvendosje. Ndryshe, më herët gjatë mbrëmjes së dieshme, u zbulua se LDK-ja ka refuzuar ftesën e Kurtit dhe nuk do të marrë pjesë në takimin me të.